Masakra e Kahramanmarashit. Kush ishte Isa Aras Mersinli dhe pse vrau 9 persona? Një ngjarje që tronditi Turqinë dhe hapi pyetje të mëdha rreth dhunës në shkolla. Ora ishte rreth 1:30 e pasdites kur filluan të shtënat e para. Shkolla e mesme Ayser Çalik në qytetin Kahramanmarash, në jug të Turqisë, ishte një shkollë si çdo tjetër. Nxënës që largoheshin pas mësimit, mësues që mbyllnin klasat. Por atë ditë, një 14 vjeçar shfaqet i armatosur në obor, hap zjarr, hyn brenda. Dhe vazhdon sulmin në 2 klasa matematike, duke vrarë 9 persona dhe duke plagosur 13 të tjerë, para se t'i jepte fund jetës së tij. Emri i tij Isa Aras Mersinli. Kush ishte ky djalë? Isa Aras Mersinli ishte nxënës i vet kësaj shkolle, djali i një ish oficeri policie. Raporti mjekoligjore përshkruan si një adoleshent. Syri nga jashtë dukej si çdo fëmijë tjetër i klasës së 8, por brenda, sipas hetuesve, fermentonte diçka krejtësisht tjetër. Hetuesit zbuluan se në profilet e tij të rrjeteve sociale kishte vendosur si fotoprofili foton e Elliot Rodgerit, një sulmues amerikan i njohur si incel, i cili në vitin 2014 vrau 6 persona në Kaliforni. Ky detaj hapi dyert e një hetimi të thellë rreth botës online të adoleshentit. Plani i menduar, jo i spontanizuar. Ngjarja nuk ishte një shpërthim i çastit. Sipas zyrës së prokurorit turk, Isa Aras Mersinli e kishte planifikuar sulmin 4 ditë para se ta kryente. Në kompjuterin e tij u gjet një dokument i datës 11 prill 2026, ku shprehi qëllimi për të kryer një veprim të madh në të ardhmen e afërt. Të gjitha pajisjet elektronike nga shtëpia janë sekuestruar për të hedhur dritë mbi motivet. Në shënimin e shkruar anglisht, gjuhë e zgjedhur me qëllim, adoleshenti kishte shkruar: kur ta lexosh këtë, ose do të planifikoj diçka, ose do ta kem bërë, ose do të jem gati ta bëj. Gjatë gjithë jetës kam qenë i vetmuar. Familja ime më urren dhe friksohet prej meje. Si i siguroi armët? Guvernatori i provincës konfirmoi. Nxënësi i klasës së 8 erdhi me 5 armë dhe 7 karikator, të cilat i përkisnin babait të tij, ish oficer policie. Ai mbajti armët brenda çantës dhe hyri në 2 klasa ku ndodheshin nxënës të klasës së 5. Ekzaminimi kriminal konfirmoi se 5 pistoletat e gjetura në vendngjarje ishin të regjistruara në emër të babait të tij, inspektor i lartë policie. Babai u arrestua dhe pasi u konstatua se armët ishin marrë nga posedimi i tij. Viktimat: 8 fëmijë 11 vjeçar dhe një mësuese heroike. 8 nxënësit e vrarë ishin të gjithë 11 vjeç. Emrat e tyre u bën publik nga autoritetet. Mësuesja e matematikës, Ayla Kara, humbi jetën ndërkohë që po përpiqej të mbulonte nxënësit e saj me trupin e saj. Ajo kishte 55 vjeç. Emri i saj u bë simbol i sakrificës dhe heroizmit mësimor. Një viktimë e 10 ndroi jetë në spital të nesërmen, të enjten. Video që qarkullua në rrjetet sociale tregonin nxënës duke u hedhur nga dritaret e katit të dytë, ndërkohë që dëgjoheshin të shtëna. Disa dëshmi të personave të pranishëm hedhin dritë mbi momentet brenda shkollës, mësues dhe staf që po përpiqeshin të neutralizonin autorin në shkallë. Drejtori i shkollës kishte paralajmëruar paraprakisht si prokurorin, ashtu edhe Ministrinë e Arsimit, se ky nxënës mund të kryente një sulm. Paralajmërimi nuk u mor parasysh. Reagimi i Turqisë dhe pyetjet e mëdha. Presidenti Erdogan shprehu ngushëllime, ndërsa sindikatat e mësuesve Eğitim İş dhe Eğitim Sen shpallën grev kombëtare 3 ditore për të tërhequr vëmendjen ndaj nivelit në rritje të dhunës në shkolla. Ministria e Drejtësisë shpalli ndalim transmetimi të mbulimit të sulmit për integritetin e hetimit dhe u ndërmorën masa ligjore ndaj 591 llogarive të rrjeteve sociale të akuzuara për shpërndarje dezinformimi. Ngjarja ka nxjerrë në pa një boshllëk të rënd. Aksesi të miturve tek armët ligjërisht të regjistruara brenda shtëpisë. Kritikët po vënë në dyshim zbatimin e rregulloreve të ruajtjes të armëve, veçanërisht në familjet e personelit të sigurisë. Ky sulm është regjistruar si masakra më e madhe me armë zjarri në historinë e shkollave turke dhe ndodhi vetëm 28 orë pas një sulmi tjetër.
Turqia ka ligje strikte për armët, por asnjë ligj nuk e mbron një fëmijë nga çanta e shpinës e shokut të klasës.